Unë në emër tim dhe të Federatës Futbollit duhet ju falenderoj që keni pranuar ftesën për të qenë sonte bashkë këtu për të kaluar disa momente festive në këtë fund viti dhe në prag të vitit tashëm. Kuptohet që një takim i tillë me njerëz të tillë ka shumë të rëndësishëm për botën e futbollit me përfaqësuesit e mediave, detyrimisht të bën që të reflektosh për atë çka kemi kaluar gjatë këtij viti të gjithë bashkë dhe për atë çka ju keni kontribuar në zhvillimin e futbollit shqiptar. Viti që ne po mbyllim, por ne ka qenë vërtet i rëndësishëm, me zhvillime pozitive, progresive, me sfida të rëndësishme, me projekte të rëndësishme, investimesh në infrastrukturë në Shqipëri, por edhe me përfaqësimin shumë të mirë në arenën ndërkombëtare, me gjithë ekipet kombëtare, por kryesisht me ekipin kombëtar i cili përfundoi kualifikuesit në vendin e dytë dhe që siguroi një vend për në play-off, një ëndër e jona dikur, dhe që ju e keni pasqyruar dhe përcjell me emocion, me dashuri dhe me themi originalitet. Kontributi i gjithë mediave shqiptare, i gjithë, se sot media është moderne, portale, televizione, pak ka të letër të shtyrë, por i gjithë ka qenë kontributi madh i vërtet, padyshim që ka pas dhe kritika. Por ne jemi dhe vetë kritik, dhe ne jemi kritik ka shi të themi episodeve, dhe përpiqemi që ti përmirësojmë ato dhe mos t'i lejojmë episodet të kthehen në fenomene. Ndihma juaj për t'i eliminuar këto dhe për t'i përshpejtuar projektet tona ka qenë shumë e rëndësishme. Tani, edhe një herë, unë e thash fillim, ne këtu jemi për disa qaste festive bashkë në shenjë mirënjohje dhe mirëkuptimi për atë çka kemi bërë gjatë këtij viti. Nuk do të preferoja të bëja atë pasqyrën e gjithë vitit 2025. Por vetëm të theksoj edhe një herë që unë duhet ju falenderoj për kontributin që keni dhënë ju, për kontributin që kanë dhënë gjithë në zhvillimin e futbollit shqiptar, padyshim aktorët kryesorë, futbollistë, trajnerët, drejtues klubesh, por edhe partnerët tanë. Tani unë duhet ju uroj festat gëzuar, tani Krishtlindjet kalua, por viti i ri është një festë tradicionale për ne shqiptarët, uroj që ta kalojmë sa më mirë, kemi një vit 2026 akoma më të mirë se 2025, akoma më të shëndetshëm për gjithë ju personalisht, familjet tuaja dhe secili nga ne, akoma më të suksesshëm dhe ajo që besoj urojmë gjithë bashkë, kemi një futboll akoma më të mirë, me më shumë rezultate, me më shumë progres, me më shumë fëmijë në fushën e futbollit dhe në arenën ndërkombëtare me kualifikimin e Shqipërisë në kampionatin botror dhe uroj që të shitemi në Amerikë gjithë bashkë. Ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen dhe uroj të kalojmë çfarë çaste të bukura bashkë.